është një buxhet që masivizon interesat e oligarkisë ekonomike, që u hedh hi syve pensionistëve, që e braktis përfundimisht arsimin dhe shëndetësinë. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar kolegë, nga kjo sallë sot dëgjuam të flitej për, nga përfaqësuesit e majorancës, të flitej për rritje buxheti, rritje pagash, rritje pensionesh, fluturuan shifra dhe përqindje, 8.9 miliardë euro, 6.7% rritje e shpenzimeve. Çdo qytetar që i dëgjon këto shifra, me siguri mund të mendojë se nga janari gjithë do ha me luk floriri. Megjithatë, me një analizë të thjeshtë të këtij buxheti, në radhë parë do duhet të shtronim pyetjen se Lutem koleg, ju lutem. Mbajmë pak qetësi. Një pyetje e thjeshtë të cilës duhet t'ia përgjigje çdo qeveri, sidomos qeveria që drejtohet nga një parti që mban emrin e saj fjalën socialiste. Pyetja është, ku mblidhen këto të ardhurat të buxhetit? Pra kush paguan? Dhe përgjigja është se nuk rriten nga taksat mbi oligarkinë ekonomike, nuk bie bara mbi ata që ndërtojnë kulla dhe rezorte turistike, nuk bie mbi ata që sprodhojnë asgjë, por përfitojnë gjithçka. Bara e buxhetit bie mbi punëtorët dhe mbi konsumatorët. Burimi kryesor i buxhetit, plot 32% e tij, është TVSH-ja. Është ajo taksa 20% që paguajmë të gjithë ne, edhe pensionisti kur blen bukë e kur blen ilaçe. Po për oligarkët, çfarë propozon kjo qeveri? Propozon paqen fiskale. Paqe për kë mund të pyes dikush? Me kë po lufton ky kryeminist? Sigurisht jo me oligarkinë. Për oligarkinë, kryeministri propozon faljen e plot 2 miliard eurove nga buxheti i shtetit, ulet tatimin mbi fitimin nga 15% në 5% për ato biznese me fitim vjetor 14 milion lek të reja në vit, që deklarojnë rritjen për vitin pasardhës me 18%. Dhe unë ju drejtova me pyetje ministrit të financave në këtë seancë, i thash kush janë këto biznese? Cili biznes prodhues do të luaj bixhoz me falimentin duke deklaruar në tatime rritje me 18% për vitin pasardhës? Jam vetëm ndërtimet. Jam vetëm oligarkia e ndërtimeve, për të qenë më të saktë. Për çdo lek që fitojnë mbi këtë vlerë, ata nuk do të tatohen me 15%, por me vetëm 5%. E përmbysur është kjo logjik për sipërmarrjet që investojnë në teknologji, për ata të rinjë të reja profesionistë të lirë, të shkolluar, që kanë aftësinë të investojnë në teknologji dhe inovacion, taksa do të rritet nga 5% në 15%. Dëgjuam të flitet për rritjen më të madhe në histori të pensioneve. Rritje progresive u tha këtu. Shumëzoheshin shifra herë me 12, herë me 24, herë me 36, dhe pensionisti i ngratë që i dëgjon këto shifra, kujton me të vërtetë se nga nesër do shondojnë ditë të bardhë. Por edhe në këtë rast, ashtu që pohoi vetë zoti ministri i financave, nuk ka parashikim për bonusin e fundvitit. Pra praktikisht postimi i kryeministrit që u shpërnda nga zoti Balla, nga zonja Balluku, në rastin më të mirë është spekulim dhe në rastin më të keq është një gënjeshtër e pa fytyrë. Duhet të flas tani me disa shifra me të vjetra që të më kuptojnë pensionistët, sepse në këtë orë të vonë vështirë se më ndjekin. Bonusi i fundvitit, bonusi do merret dhe tani në dhjetor, është 150.000 lekë në vit. Atëherë këtë bonus, po ta pjestojmë me 12 muaj, i bie po ta kishin marrë muaj për muaj, do kishin marrë 12.500 lekë çdo muaj. Kjo që këta i quajnë rritje, është nga 2026-a, një pjesë e vogël për jush. Ata që kanë pensionin mujor mbi 270.000 lekë, do marrin jo 12.500, që ishte bonusi, po do marrin nga 18.000 lekë në muaj. Ndërkohë, për pjesën dërmuese të pensionistëve, ata që kanë pensionin nën 270.000 lekë të vjetra në muaj, bonusi ishte më shumë se ajo që këta e quajnë rritje. Do merrni më pak nga çdo merrni tani në dhjetor. Unë do të shtroj dy pyetje në fakt. Pyetja e parë është, pse qeveria hiqet sikur po i rrit pensionet? Sepse pensionistët dolën dhe protestuan. Sepse u dëgjuan për herë të parë pas 13 vjetësh. Dhe pas 13 vjetësh, për çuditë madhe, në këtë sallë të kuvendit po flitet për pensionistët.
Kryefjala e këtij buxheti janë pensionistët, na tha sot zoti kryeministër. Ky që u kujtua për pensionistët vetëm kur ata i ngritin në protest, ai që kryeministri ynë erudit e quajti stude me gjyslyke. Ky që gjysmën e qeverisë e ka në paraburgim. Pyetja e dytë që duhet bëj, pse qeveria nuk i rrit me të vërtet pensionet? Sepse skema e tyre pensioneve ka falimentuar. Sipas raportit të buxhetit, për çdo pensionist sot kontribuojnë vetëm 1.14 punëtor. Nëse në vendet e zhvilluara për çdo pensionist kontribuojnë 3 punëtor, në Shqipëri vetëm 1.14. Pse? Sepse të rinjt në moshë pune e braktisin vendin dhe ata që janë ende këtu duke punuar, punojnë në të zezë. Sipas raporteve ndërkombëtare, rreth 50% e punëtorëve e marrin pagën në dorë. Prandaj nuk rriten pensionet, sepse pa luftuar informalitetin në punë nuk mund të rriten pensionet. Por që të luftoni informalitetin në punë, do duhet ta zbrazni inspektoratin e punës nga patronazhistët. Do duhet të punësoni aty juristë të aftë, ekonomistë të aftë, njerëz që janë aty për ta bërë vërtet punën, që janë aty për të mbrojtur punëtorët në vendin e punës, që janë aty për të respektuar kodin e punës. Jo patronazhistë që e marrin rrogën për të mbushur mitingjet e Tiranës e për të shantazhuar votuesit me lapse me letër. Kryeministri foli për rritjen e pagës minimale. Pa ka shkuar të flasë ndonjëherë me punëtorët e fasonerive, që atë pagë minimale që marrin detyrohen ta kthejnë te dera e fabrikës. A ka folur ndonjëherë me gratë e periferive, që marrin për ditë autobusin për të punuar si sanitare në Tiranë? Ata punëtorë që marrin pagë minimale janë ata që shtypen më shumë në vendin e punës. Prandaj çdo rritje e pagës minimale është në thelb rritje e informalitetit në vendin e punës. U fol këtu për sektoret prioritare që i quajtën, për shëndetësinë dhe për arsimin. Veçse, siç e pranoi dhe vetë zoti ministër, në raport me prodhimin e brendshëm bruto kemi rënje, apo jo? 27% e PPB-s është vlera e koncesioneve dhe e PPP-ve, 2.9% e PPB-s është buxheti për shëndetësinë dhe 2.5% për arsimin. Nga ta filloj për të folur për arsimin, nga zbrazja e klasave dhe sallave universitare, nga mungesa totale e infrastrukturës arsimore, sot fola me 2 prindër në zonën e Yzberishit, fëmia e të cilëve në shkollën nëntëvjeçare i kërkojnë të paguaj kontribute që quajnë 10.000 lekë në muaj, pse? Që të mbulohet rroga e rrojes së shkollës dhe që të ndrohet në një llampë nëpër klasa. Kjo është situata e arsimit parauniversitar. Për të folur pastaj për arsimin e lartë në vend nuk do më mjaftoni jo 10 minuta, po as 10 orë e as 10 ditë. Mjafton të them një gjë. Ligji në arsimin e lartë që kjo qeveri miratoi sapo mori pushtetin bazohej te një parim i vetëm. Universiteti do financohet nga tarifat e studentëve. Po sot që s'ka më student. Po sot që kuotat e universiteteve publike vit pas vit janë 50% bosh. E pra sot nuk ka as laborator mësimor e shkencor, nuk ka as biblioteka, nuk ka as mensa, nuk ka as shtretër në konvikte. Por ajo që është më e rëndësishme, përderisa lek nga tarifa studentore nuk ka, se nuk ka më student, në këtë buxhet nuk ka as fonde për gjitha këto mungesa, madje as për kërkimin shkencor. Shëndetësia është e rënuar, e coptuar, e privatizuar. Nuk ka pajisje për ekzaminimin e pacientëve, me listat e pritjeve që shkojnë deri në një vit. Nuk ka mjek, nuk ka shtretër, nuk ka ilaçe nëpër spitale, nuk ka rimbursim ilaçesh për pensionistët. Ka vetëm investime në rikonstruksion godinash, tendera për suvatime dhe pllaka, ndërsa për nevojat jetike të sistemit shëndetësor ka vetëm koncesione PPP qindra miliona eurosh. Buxheti masiv, siç e cilësoi sot kryeministri, është një buxhet që masivizon interesat e oligarkisë ekonomike, që u hedh hi syve pensionistëve, që e braktis përfundimisht arsimin dhe shëndetësinë. Në vitin 2026 e në vijim, do vazhdojnë të ngrihen kulla e të përmbyten qytete, do vazhdojnë të pasurohen miqtë e kryeministrit e të vuajnë uri e pensionistët, do vazhdojnë të vjedhin koncesionarët e të vidhen punëtorët nga paga minimale, do vazhdojnë të rritet numri i rezorteve në Bregdet e të zvoglohet numri i shqiptarëve në moshë pune. Ky është vizioni i Edi Ramës, por padyshim ky nuk është vizioni i shqiptarëve. Faleminderit.